Fundit të organizatat shoqërisë civile veç nuk kanë qenë konkurruese me sektorin privat dhe me sektorin publik. Se rrogat i zakonisht aty në ju ka rrit. Tash me këto ndihma, unë besoj nëse nuk ndodh diçka ose Bashkimi Evropian nuk ja nis me përkrah shoqërinë civile ose këto organizata për 3-4 vjet, s'kemë pas organizata shoqërisë civile ose kemi pas ato që jemi mësuar po në rajon, si në Serbi ose në Shqipëri, të cilat kryen shërbime për qeverinë. Nuk ka që aja shoqëria civile ka në dallueshme në Kosovë se na nuk jemi qenë të varura pe fondeve publike. E përmend ndikun 8 milion japet për organizata shoqëri civile për qeverisë, por shumica organizatave që publiku një asnjëna nuk ka marrë fonde publike. Kështu që ato organizata aja kujdestari ose që ka monitoru, ose gjema që ka monitoru mediat ose dezinformimin, dikush duhet na mujna me bo vullnetarisht edhe 3 muj, 6, nashta 1 vjet, po edhe na hargjitum. Me një moment se edhe ne kemi me majt familje, duhet me gjetë një punë tjetër. Aja në sektorin e energjisë po lidhna, është interesant se gjysma strategjisë të energjisë u bazu në fondet e MCC-s. Dhe me thonë, pej 230 milionve, Kosova një farënyre u zotu që do t'i jep 30-35 milion tash euro e dollar. Është ende sigur, sepse lajmi u dha nga Reuters, por nuk është se pati ndonjë konfirmim nga zyra e MCC-s në Kosovë ose dikush tjetër, por tash më është e kryer se do të mbyllet programi, apo jo? Nëse lajmi ka qenë për fondet e USAID-it që do të rishituar mas 90 dite, 90 ditë janë vao me 15 mars, edhe mas 15 asë një mduket 15 projekte këtë botin në rishiku kanë vazhdu, tjerat këtë jo mbyll. Kështu nuk besoj që është. Edhe pse fondet e MCC-s jemi dëshmitar edhe në vitin 2020 i ka përdor, do me thonë administrata Trump atëre, kur na i ka vënë një por sanksione. Po, për shkak të mosheqjes së taksës. Taksës e ka pas, do me thonë fondet e MCC-s gjithë kanë qenë se ato e në lidha drejt për drejt me presidentin, na kemi pas ato kanë qenë dëngrira, tash në të pezullume. Po aja që duhet me ndodhë është që këto 30 milion që i ka zotu qeveria Kosovës, me njëherë duhet me hapë ankondin, mos me prita ashtë të masiso projekt, edhe me njëherë atë baterinë e vogël për kas që ka pas me barë 18 megawatt, e cila ka qenë nevojshme për balancën e rjetit, duhet me njëherë, që po pret, na nuk muna me qenë. E këto janë disa pe akuzav që ju ka vënu qeverisë kalumën, ta shpedia qeveria në detyre e kalume, është që kur na ka ofru 200 milion të MCC-s, njëherë na kanë ofru për gaz, njëherë na kanë ofru... I kemi refuzu. I kemi refuzu edhe për rjet na kanë ofru, po këto se për men kërkush, na kena vendos për bateri. Edhe një për kritikav që ne kemi bërë si shoqëri civile para 3 vjet e 4, ka qenë që çështja e baterive merr diçka që po të ofrohet, se çështja e baterive hala është pikë pyetje. Është e paprovume, ka do me thonë 2 shansa që kena mujtna, nëse këshëm pranu i gazin, sot gazi shkon 80%. Nëse këshëm pranu rjetin, sot veç ja kishin gjue kecit paret, edhe sot në humbje teknike këshën zogluhe për 5-6% përfëtu si kryesor. E po tani në administratën e parë, Trump nuk ka qenë kaq ekstrem, le të themi, me vendimet e tija. Jo, në po folëm për fondet e MCC se gazi u refuzu para 4 vjetë. Jo, gazi u refuzu sot 3 vjetë. Do me thonë, mos të refuzu projekti gazit, tash na gazin i shkon ndoshta trasen, gjysmën e trasese për fundum. Vend që i jep të 200 milion që për në ndalin, na i shumë javesh 30 milion. Po këto janë gabimet se dat na po hupëm kohë. Është edhe një fund që keni hup na shumë të madh për Amerikanëve, të cilët nuk e përmenëm na shumë, është autostrada e paqes. Autostrada e paqes o marrëveshja e Washingtonit me 3 shtator 2020, ku autostrada për Prishtinë e Merdar, 40% autostrade zotohet që do t'jetë grant. Nëse shuma është 200 milion, 80 milion ka qenë gram. Nëso 4 vjetë se kena qenë as një gur ato. Të projektet e infrastrukturës, kur janë grande, nuk është zhënjë interesim të madhë realisht nga strukturat shtetërore. Preferohet më tepër të shkot me prokurim se sa me grande. Këtë jemi dëshmitar. Pse qyshe tek është krejtë që tjetër? Unë po të regoj, na i hupëm 200 milion tash, po i kena hup edhe 80 më heret, edhe 30 tash grantina e përmeni pak blendi që kontraktuesi kryesor kanë qenë kompanitë amerikane, ku llogaritet që nëse kësheni projekt 15 milion të USAID-it, e shesh që projekti i zbatueshëm Kosovë është 5-6 milion. 9 milion i ka marrë kompania. Po prap në ekonomi si Kosova, ku jena vendi më i varfër në Evropë, duket veç Moldavia është pas neve. Edhe 10 euro grant
është mirë se ardhëm. E tash problemi është që me qenë, po jo kretë politika me qenë e bazume në grand, vim baterijat për Amerikës, po do të me bo diçka ti para se me ardhë ato. Jena dëshmitar të projektit 100 MW në kek, solar. Projekti ose 10 vjetë, në përshtirtare të i prit 30 milion grant, po ka pe marru vetë ato, kur vjen grant i marran edhe qesë. Do të lasim pastaj tek varësia nga fondet e jashme, por t'ja fjallën edhe Gjemajlit, për ju, qëfar do të thotë kjo? Jeni një fush mjaft specifike, ndoshta edhe e rejle të themi, sepse dezinformimi, si të mos në online, këto vitet e fundit, si kur është bërë më i dukshëm, dhe ka fillu edhe lufta ndaj këti fenomeni. Qëfar do të thotë nëse nuk ka mbështetje amerikane, sidomos, kur kemi të bëjmë me një rajon, si që është Ballkani, me influencën ruse, me influencat të shteteve tjera, etjere. Po, Spori, faleminderit për ftesën se më merr dhe rendi. Po, Hybrid Pikinfo, si që dine, është organizatë cila mirët me luftimin kundër dezinformimit, edhe për edukimin medial të masave, gjithçka, dhe ne kemi pas fatin e madh që shumicën e granteve në vazhdimsi ti kemi nga fondet amerikane, nga ambasada amerikane, nga NEDI, nga NDI kryesisht. Të thotë, me ta kemi pasur dhe kemi krijuar një bashkëpunim jashtëzakonisht shumë të mirë, ku besimi ndërsjellë ka qenë shumë i madh dhe ndihma e tyre ka qenë nuk po gëzoj tani të them që është komplet e pazëvendësueshme, por jashtëzakonisht shumë e madhe për neve. Domethënë, ata na kanë ndihmuar, e kanë kuptuar këtë fushën problematike që e përmendën shumë herët se na, edhe idetë tona kreative në kohën kur i kemi nisur, do të thotë, kanë qenë shumë më lehtë pranueshme, të akceptueshme prej tyre, edhe për shkak edhe kanë qenë të hapur për me ndihmu dhe me financu, që ndoshta në atë kohë para 4-5 viteve ose te koha e Covidit ose para Covidit, kur kemi filluar kështu të punojmë, të thotë ka qenë ndoshta pak jo e njohur si problematik puna e dezinformimit. Dhe qatë herë pra kemi pas një bashkëpunim të vazhdueshëm deri në fillim të këtij vitit. Pra, janari ka qenë viti, po mënoj muaje kur në atë kohë kemi pasur 4 projekte kryesisht të mëdha, të gjitha nga fondet amerikane, përveç atyre të tjerave që ka qenë, do thotë edhe këto janë ndërprer të gjitha për një herë. Fillimisht ishte për me rishiku, një frizing, një ngrirje, mandej 3 prej tyre janë ndërprer të gjitha dhe një ka vazhduar edhe pak sa ka qenë. Fusha jonë ka specifike që është, do thotë, përveç atyre që po i flasim se janë probleme të mëdha, por ne duhet ta vlerësojmë këtu dhe kontributin e madh që ka dhënë dhe jep vazhdimisht shoqëria civile, jo vetëm për qeverinë, po për gjithë aktorët edhe shoqërinë tonë, e cila kanë një herë edhe nuk vlerësohet mjaftueshëm. Për shembull, në rast se ne për shembull si organizatë në këtë fushën tonë shumë specifike do të mungonim ose nuk do të kishim mundësi të vazhdojmë, do thotë ky boshllëk që do ta lëmë ne, uroj që nuk do ta lëm edhe nuk do ta lëm, por eventualisht po të mbylleshim, do thotë do të zëvendësoj shumë lehtë me ata që mendoj që po presin që ta mbushin për të arritur me vakumin e krijuar. Është një vakum i cili nuk guxon të mbetet i zbrast. Dhe kush janë ata që mezi presin? Tani